Ndërkohë, ndalim pak tek dosja Metamorfoza Eni, sepse ka pasur sot pretensën për ish efektivin e policisë, Bistrin dhe shumë të tjerë. Ndalim pak çfarë ka kërkuar SPAK. Ditën e sotme janë lexuar konkluzionet përfundimtare për një nga fraksionet, po themi, të dosjes Metamorfoza, pasi ajo është ndarë në dy çështje, ato që mund të cilësohen krimet e lehta, por dhe një dosje tjetër me krimet e rënda, ndërto edhe një vrasje e kryer disa vite më parë, këtu i referohen vrasjes së shtetasit Gjindoj, për këtë të fundit në fakt seanca e cila ishte parashikuar dhe ditën e sotme, u shty për një moment tjetër për krimet e rënda. Të akuzuar janë biznesmeni Pëllum Gjoka, por edhe Behar Bajrović, ndërkohë që sa i takon pikërisht pretensës së ditës së sotme, kemi të bëjmë me verbrat penale kryesisht për korrupsion në zbulim të akteve apo të dhënave sekrete, dhe kështu në total SPAK ka kërkuar dënimin me 74 vite burg për 7 të panderurit e dosjes Metamorfoza. Për biznesmenin Pëllum Gjoka, prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin e tij me 14 vite burg, por të gjithë 7 të panderurit të dosjes Metamorfoza, në rast se do të shpallen fajtor, do të përfitojnë uljen e 1/3 dënimit. Po ashtu është kërkuar ditën e sotme edhe dënimi me 15 vite burg për Behar Bajrović, i njohur ndryshe edhe si Behar Bajri, edhe ky përfiton nga gjykimi i shkurtuar gjithmonë nëse do të shpallet fajtor nga gjykata e posaçme. Për Edmond Prekën është kërkuar dënimi me 11 vite burg. Astmer Bilali, ish sportistin, bokserin e njohur në Shkodër, është kërkuar dënimi me 10 vite burg. Për Ardit Hasanbekaj, ish shefin kundër krimit të organizuar në Shkodër, është kërkuar dënimi i tij me 9 vite burg. Për ish prokurorin e Shkodrës, njëherë edhe ish drejtuesin e prokurorisë së Kukësit, Xhevair Lita, është kërkuar dënimi i tij me 6 vite burg. Për ish shefin operacionales, dënimi i tij me 9 vite burg për Oltian Bistrin, ndërkohë që nga ana tjetër është kërkuar të sekuestrimi i konfiskimi dhe kalimi në favor të shtetit i disa pasurive, të cilat deri në këtë moment kanë qenë në fazën e sekuestrimit në kuadër të hetimeve pasurore që paralelisht SPAK ka zhvilluar për këtë dosje. Kujtoj këtu që dosja Metamorfoza ishte dosja e parë e cila u përkthye në një procedim penal pas mbërritjes së komunikimeve të zbardhura në aplikacionin Sky ECC nga autoritetet franceze, për cilën fakt gjithë panderurit kryesisht të kësaj dosje kanë patur qëndrimet e tyre në raport me vlerën dhe peshën që autoritetet e drejtësisë shqiptare, konkretisht gjykatat e posaçme, i kanë dhënë pikërisht zbardhjes së komunikimeve në aplikacionin Sky ECC, e madje Sky ECC përfundoi deri në gjykatën kushtetuese pikërisht nga avokatët, por dhe të panderurit e dosjes Metamorfoza, e këtu i referohen pikërisht biznesmenit Pëllum Gjoka, i cili nëpërmjet avokatëve të tij çoi për interpretim në gjykatën kushtetuese pikërisht edhe çështjen Sky ECC, por sipas avokatëve, gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim edhe në arsyetimin e saj, e cila gjithsesi nuk i ka dhënë një zgjidhje përfundimtare debatit mbi vlefshmërinë e komunikimeve Sky dhe mbi të gjitha çfarë peshe do të kenë ato në këto procese gjyqësore. Eni Ferrati, shumë faleminderit për gjithë detajët sot, të uroj punë të mbarë. Ndërkohë kalojmë pak në parlament, sapo nis